1.250 euro. Kur ne morëm detyrën, tekst e falas kishte 0. Të gjithë prindrit i blinin librat e fëmijëve dhe nuk po hy këtu se ç'lloje librash blinin, një xhungël. Sot, prej vitesh, 238.000 nxënës i marrin tekstet e shkollës falas. Ne kemi ndërtuar 450 shkolla, nga cilat kanë përfituar 200.000 nxënës, që sot hyjnë dhe dalin në shkolla që nuk kanë asgjë mangut, jo të gjitha shkollave në Bashkimin Evropian, po shkollave më të mira në Bashkimin Evropian. Në mandatin e 4, këtij gjerdani do t'i shtohen edhe 200 shkolla të reja. Kur ne morëm detyrën, shkollat nuk kishin laborator. Kishin ca klasa të lodhura me ca kompjutera që nuk ndizeshin më. Sot kemi laboratorët inteligjent në 320 shkolla. Brenda mandatit 4, numri i laboratorëve inteligjent do t'jetë 1.000. Nuk do të kemi më asnjë fëmijë në të gjithë perimetrin e Republikës së Shqipërisë që nuk do të ketë akses në mësimin e teknologjisë digjitale. Brenda mandatit 4, çdo bashki qendërqarku do të nisë programin e ushqimit në shkolla. Dhe do të nisë po ashtu një program i ri pas shkollor, programi after school, i cili është një hap më tutje mbi bazën e shkollës qendërkomunitare, sepse aty ku do të jetë ushqimi, do të jetë dhe mundësia që prindrit të mos shqetësohen për të marrë fëmijët nga shkolla duke lënë punën, apo për të marrë vesh se ku po shkon fëmia mbasi del nga ora e mësimit, po do kenë qartësi për një hark qëndrimi në shkollë që do të zgjas shumë përtej orës mësimit. Brenda vitit 2026, shkollat do të mbrohen. Siguria në shkolla do të garantohet me kamera inteligjente. Dhe ulja e bullizmit, e mungesave, apo e kopjeve në klasë do të jetë drastike. Është një projekt i përfunduar, është një financim i nënshkruar dhe thjesht dhe vetëm tani është vetëm realizimi i projektit. Mandatin e 4 do të ngrihet shoqëria publike e transportit shkollor, e cila do të kryej transportin falas të nxënësve nga shtëpia në shkollë dhe anasjelltas dhe do të mbyllë dhe epokën e parave që jepen për transportin dhe shkojnë në lloj-lloj duarsh, në lloj-lloj kompanish, në lloj-lloj mikrobusash, në lloj-lloj furgonësh. Gjatë mandatit 4 do të dyfishohet numri i nxënësve në arsimin profesional. 60 milion euro janë përcaktuar të investohen në ndërtimin e shkollave profesionale, në instalimin e laboratorëve teknik dhe në ndërtimin apo rindërtimin e konvikteve të shkollave profesionale që do të jenë konvikte shembullor me cilësinë më të mirë për të gjithë nxënësit që do studiojnë në këto shkolla. Objektivi është që në Shqipërinë 2030 35% e numrit të përgjithshëm të nxënësve të studiojnë në shkolla profesionale. Në Shqipërinë 2030 të gjithë nxënësit e arsimit profesional do të kenë një trajtim të posaçëm dhe të gjitha familjeve që janë në periferitë rurale do t'u jepet mundësia që fëmijët e tyre i çojnë në dorë të sistemit publik të shkollave profesionale dhe për ta do të kujdeset nga aja tek zhëja sistemi publik. Kur ne morëm detyrën, numëroheshin me gishtat e duarve palestrat në Republikën e Shqipërisë. Sot kemi 200 palestra të reja në shkolla. E kemi filluar me palestra të kohës
kur unë luaja basketbol, që numëroheshin me gishtat e duarve në të gjithë Shqipërinë. E kemi filluar me një sistem arsimor ku ishte zhdukur edukimi fizik dhe ku sporti në shkollë ishte inekzistent. Lëvizja e re, ekipet sportive në shkolla, ka përfshirë mbi 12.000 fëmijë dhe adoleshentë, duke rilindur frymën e sportit tek brezi më i ri, por dhe duke hedhur bazat e një zhvillimit qëndrueshëm të sportit kombëtar. Në mandatin e 4 do të shtohet numri i disiplinave sportive, do të mbështeten bashkitë që do të ecin në këtë drejtim me përparësi dhe ne synojmë që të paktën 20.000 fëmijë dhe adoleshentë të jenë të aktivizuar në të gjithë zinxhirin e ekipeve sportive në shkolla. Të paktën. Kur morëm detyrën, Arsimi i Lartë financoi me më pak se 70 milion euro. E trefishuam financimin për universitetet dhe sot ato financohen me 200 milion euro. Deri në fund të mandatit 4, ne do të realizojmë edhe investimet e projekteve madhore të Universitetit Tiranës, të Kolegjit të Europës dhe do të fillojmë ndërkombëtarizimin përmes aleancave të universitetet tona me ato të BE-s, duke e bërë ofertën akademike edhe më tërheqëse, jo vetëm për studentët vendas, por dhe për studentët europian. Hyrja në Bashkimin Evropian do të ketë dhe këtë impakt të drejt për drejt. Ka një shifër që me siguri shumë kush nga ju do të habitet kur ta dëgjoj, por është shifër reale, është faktike, është e inventarizuar. E dini se sa dyert shtëpish të reja, ose të riparuara, ose të vëna në regjimin e eficiencës energjetike janë hapur gjatë qeverisë së sonë. 35.000 dyert. Këtu kuptohet, impakti i madh vjen edhe nga rindërtimi pas tërmetit. Por, gjatë mandatit 4, ne kemi vendosur dhe kemi kalkuluar dhe dua ta shpjegoj qartë që të gjitha këto nuk janë premtime në hava, janë të gjitha kalkulime. Programi i qeverisës, se ky nuk është program elektoral, është program qeverisës, është çekuar, pra shkulumtuar me detaje nga skuadra e ministrit tonë të financave dhe ka marrë aprovimin. Aprovimin njësoj siç merr aprovimin çdo buxhet, çdo projekt buxheti, çdo ministrie përpara se sa të kthehet në projekt buxheti i qeverisë. Do të investojmë 300 milion euro në strehim. Me synimin për 50.000 çelësa, 50.000 dyert. Nga një anë për çiftet e reja, me një program krejt veçantë, për profesionistët e fushave që kanë interes të drejt për drejt publik dhe që duam t'i mbajmë në Shqipëri, kemi nisur me mjekët, kemi nisur me mësuesit, kemi nisur me punonjësit e policisë, kemi nisur me ushtarakët, do ta thellojmë këtë dhe për profesionistët në sektorin privat, profesionistët e ri dhe ata që duan të kthehen nga emigrimi, dhe nga ana tjetër do të investojmë duke filluar nga kampusi i Universitetit Durrësit në kampuset universitare rezidenciale, ku studentët do të kenë mundësi të kenë dhomat e tyre. Kur morëm detyrën ne, buxheti i shëndetësisë ishte vetëm 250 milion euro total. Sot është 760 milion euro. Duke përllogaritur dhe buxhetin për mbështetjen sociale, i cili u dyfishua nga 130 në 260 milion euro, shëndetësia dhe mbrojtja sociale marrin sot që flasim në 2025 1 miliard euro nga buxheti i shtetit. Ne kemi ndërtuar ose rindërtuar nga e para 400
qendra shëndetësore dhe ambulancë, që nuk ishin më asgjë tjetër përveç hija e vetvetes. Në Shqipërinë 2030, që të gjitha qendrat shëndetësore dhe ambulancat do të jenë plotësisht të rindërtuar, ato që janë akoma në proces. Jemi qeveria e parë, shumë e rëndësishme, e parë, qysh nga 1990-a, që kemi ndërtuar spitale të reja. Dhe nuk kemi ndërtuar 1-2. 53 spitale, 10 nga cilat nuk ekzistonin fare, 43 janë shëmbur komplet dhe janë rindërtuar nga e para, pa folur për pajisjet që janë totalisht të reja, dhe pa folur dhe për uniformat e mjekëve që janë totalisht ndryshe sot nga qishit. Gjithçka. 53. Dhe mjafton të shikoni në çdo qark, duhet ta shikoni historikun e spitaleve. Kur janë ndërtuar dhe kur janë investuar për herë të fundit, përpara se sa të vinim në qeveri, dhe do shikoni çuditëra. Spitali i Korçës, që është tani gati lidhja e kontratës, fillimi i punës, ka 100 vjet. Spitalet e tjerë në vitet 50, vitet 60, vitet 70, gjatë mandatit 4, qendra spitalore universitare Nën Tereza, e cila sot është transformuar thelbësisht në 90% të saj, e cila sot ka fituar respekt, dhe e cila sot është gati për të bërë hapin tjetër, do ta bëj hapin tjetër duke krijuar një sinergji me disa nga qendrat më të mira të botës. E kemi nisur me qendrën spitalore universitare Shiba të Izraelit, e rankuara e 9-ta në botë, që ka marrë drejtimin e onkologjikut dhe që ka filluar një punë intensive edhe sot që flasim, mjekët tanë, një numër i konservuar mjekësh janë atje në një trajnim intensiv për ta kthyer onkologjikun nga një vend ku patëm një krizë e cila na lëndoi të tërëve në një pikë referimi për të qenë krenar, dhe në ndërkohë jemi në diskutime edhe me 2 qendra të tjera dhe parashikojmë shumë shpejt që të kemi partnerët e duhur në mënyrë që qendra spitalore universitare, dëgjoni me vëmendje, të jetë pika ku shqiptarët që nisen jashtë vendit për të marrë një shërbim spitalor mos kenë nevojë. Mjafton të shkojnë atje. Dhe jetë një qendër që në Shqipërinë 2030 do të jetë prestigj ndërkombëtar i Shqipërisë për shërbimin shëndetësor. Nga viti kur ne morëm detyrën edhe sot, çmimet e barnave janë ulur me 30%. Dhe i kërkova të sjellin ca barna konkret që janë sot në treg dhe që ishin në treg. Dhe janë ulur pse? Sepse ne kemi bërë një politik siç kemi zotuar. Dhe me atë politik të heqjes së TBSH-s mbi barnat edhe të disa ndërhyrjeve të tjera, ne kemi realizuar këtë ulje. Dhe nga ana tjetër ne kemi dyfishuar fondin për barnat e rimbursueshme dhe e kemi shtuar me 200 medikamente listën e barnat të rimbursueshme, dhe tani kujt ju thot se do t'ju a thonë në çdo rrugë do t'ju a thonë çështjen e pensionistëve në raport me barnat, duhet i thoni që janë 210.000 pensionistë në regjistra që përfitojnë 100%, 100%, jo 99%, barna të rimbursueshme. Ndërsa 600.000 qytetarë që i kemi të bartur në problematikën e madhe të mungesës sigurimeve, vazhdojnë
të marrin shërbimin falas edhe pse nuk kanë paguar ndër vite sigurime shëndetësore. Po paga e mjekëve, kur ne morëm detyrën, paga e mjekëve ishte 490 euro. Në vitin 2024, kjo është paga e mjekëve mesatarja. Flet vet, apo jo? Ndërkohë, në Shqipërinë 2030, ne duam që paga e mjekëve të shkojë të prek tavanin e 2.000 eurove. Vim tek paga e infermierëve. Edhe ajo, 280 euro në 2013, 850 euro sot, është trefishi. Dhe mos harrojmë, në të gjitha këto paga, ka një ndryshim të madh. Sepse nuk kanë të gjitha pagat në 1.000 euro, pagat e infermierëve për shembull. Nuk kanë barrën që kishin. Infermierët në 280 euro, 10% ja jepnin kënetës. Infermierët në 850 euro paguajnë më pak se sa 10% nga paga e tyre si tatim. Po urgjenca mjekësore, çfarë urgjence mjekësore kishte Shqipëria kur ne morëm detyrën? Figuronin 100 autoambulanca në inventar, pjesa dërmuese e 100 autoambulancave, faktikisht kishte vite e vite pa lëvizur. Ndryshkur, një rrot dal anash, një rrot mbi çati. Gjatë kësaj periudhe kemi krijuar një flot me 320 ambulanca të reja, totalisht. Të mirë pajisur, por kemi ngritur edhe një urgjencë kombëtare shembullore, standarde europiane, duke shkurtuar kohën e mbritjes në jo më shumë se 15 minuta dhe gjithë thirrjet përfundojnë me njëherë në veshin e urgjencës, jo si dikur që ti merje në telefon dhe ishte gjithmonë i zënë numri, sepse telefoni varej mbi atë kaçurrelin e zi, ndërkohë që ai që duhet ta kapte gërhiste dhe çdo thirrje, jo vetëm që merret, jo vetëm që merr reagimin, por është e regjistruar. Dhe është e regjistruar po ashtu edhe kur u nis autoambulanca dhe kur arriti. Ju kujtohet historia skandaloze e Pogradecit, kur u tha për autoambulancën një gënjeshër shumë e madhe që u propagandua me të gjitha daullet e kënetës dhe të këtyre moçalishteve të vogla, që vonesa ishte 40 minuta dhe kompjuteri i sistemit të urgjencës kombëtare tregoi shumë qartë që autoambulanca kishte arritur për vetëm 7 minuta. Programi i check-upit, aq sa ka qenë i mallkuar dhe i baltosur nga të mallkuarit që jetojnë në llumin e baltës së kënetës, aq ka qenë dhe i dëshiruar dhe i lëvduar nga gjithë ai popull që ka përfituar dhe kërkesës për të vazhduar ta ofrojmë, duke rritur dhe kufirin e moshës për përfituesit, që na vjen shumë nga pensionistët, ne në mandatin e 4 do t'i përgjigjemi pozitivisht. Mbrojtja sociale. Ne kemi 3 fishuar buxhetin e ndihmës ekonomike. Kemi 4 fishuar buxhetin për shërbimet e përkujdesjes sociale. Kur ne morëm detyrën, vetëm qytetet e mëdha ofronin programet mbrojtjes sociale. Më shumë se gjysma e bashkive nuk kishin program fare në ndihmë komunitetit. Sot programet sociale janë në të gjithë territorin. Ne kemi financuar 84 shërbime të reja sociale nëpërmjet fondit social. Dhe përfituesit nuk janë pak. Janë afro 50.000 njerëz.
Dhe sot fondi social është një mekanizëm modern dhe transformues që ne do të vazhdojmë ta fuqizojmë, pa dyshim. Mes shërbimeve sociale janë dhe ato për personat dhe fëmijët me aftësi ndryshme, për të moshuarit, viktimat e dhunës e kështu me radhë. Dhe ajo që duam të bëjmë është ta zgjerojmë rrjetin e shërbimeve, kemi dhe 40 shërbime të reja, sipas nevojave në territor, të rrisim aksesin në programe aktive punësimit, duke krijuar 20 ndërmarrje të reja sociale, ku do të punësojmë dhe mbështesim kategoritë në nevojë, por në ndërkohë që kemi bërë një mbështetje speciale, fal edhe Këshillimit Kombëtar për nënat krye familjare me 3 fëmijë, duhet dhe në mandatin e 4 do t'i japim një mbështetje speciale të gjithë fëmijëve me aftësi të veçantë, duke filluar nga fëmijët që vuajnë nga autizmi dhe të gjithë të tjerët që janë në programe të mbështetjes, por që duke marrë parasysh se janë fëmijë, duke marrë parasysh se çfarë do të thotë për familjen, meritojnë një mbështetje ekstra, jo thjesht si kategori e përgjithshme personash me aftësi të vizuar. Dhe kjo mbështetje do të jetë një mbështetje që do të fillojnë ta marrin qysh janarin e vitit të ardhshëm. Po bujqësia janë mbështetur dhe janë realizuar 1000 projekte, si që ishte objektivi, ku spikasin 400 pika të reja, grumbullimi dhe agropërpunimi, dhe 120 agroturizma të mbështetur nga ne, ndërkohë që numri i përgjithshëm falë nxitjes së kësaj industrie të re, kësaj dege të re të industrisë së re të turizmit, është rreth 250. Janë 1000 projekte të tjera që do të realizojmë gjatë mandatit të 4 dhe janë projekte që dim eksaktësisht në cilat drejtime dhe të gjithë ju në përqarqe do duhet t'i trajtoni specifikisht. Po toka, kur ne morëm detyrën, si përfaqja e tokës u itshme, ishte 2 herë e gjysmë më e vogël se sot. Pra sot, që si pas kënetës, kanë ikur të tërë nga Shqipëria, janë 300.000 hektar tokë që punohen, sepse u itën. Kur si pas kënetës gjithë ishin këtu në Shqipëri, ishin vetëm 120.000 hektar tokë. 300.000 hektar sot u itën, kullohen, por mbeten dhe 60.000 hektar tjerë, për ta përmbyllur të gjithë projektin e ujitjes së çdo pëllëmbe tokë pjellore të punueshme në Shqipëri. Po serat, në vitin 2024, sipërfaqja e serave kaloi 2000 hektarë, saktësisht 2100 hektarë. Sa krahasimisht me 3 mandate më parë kur ne morëm detyrën? 3 fish. 3 fish. Eksportet bujqësore i kaluan gjysmë miliard euro. 4 fishi nga koha kur ne morëm detyrën. 4 fishi. Dhe deficiti tregtar, se kjo është shumë e rëndësishme. Deficiti tregtar ishte 1,9. Pra, një eksport, 9 import për ushqim. Sot jemi 1,3. Një eksport, 3 import. Sepse dhe në tregun e brendshëm kemi shumë më tepër prodhim brendshëm, por sepse edhe në eksport kemi shumë më tepër eksport të prodhimit brendshëm. Flasin këneta dhe të gjithë moçalishtet e vogla rreth e rrotullit për sigurinë ushqimore. Kur ne morëm detyrën, kryeshin vetëm 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 analiza laboratorike të produkteve bujqësore. Sot kryen 1909 lloje
analizash të akredituara nga Bashkimi Evropian. Gjatë mandatit 4, ne do të çojmë në afro 500 milion vlerën totalit investimit në bujqësi dhe synojmë të arrijmë objektivin super ambicios të 1 miliard euro eksport. Para pak kemi publikuar, mbasi kemi bërë edhe kalimin në parlament, të paketës maleve. Çdo kush që ka në zotrim një tokë dhe që e posedon si fakt, por nuk e posedon me letra, pra është toka e të parëve, por nuk e ka dokumentacionin e rregull të prodhësisë, mund të kthehet nga qyteti në tokën e të parëve, mund të kthehet nga jashtë shtetit në tokën e të parëve dhe mjafton të paraqisë një dokument, një vërtetim të thjeshtë nga Këshilli Bashkiak që ai, familja e tij janë zotrues faktik, por jo pronar me letra të asaj toke, për të marrë një leje zhvillimi dhe për të investuar në ekonominë malore. Agroturizm, ferm, linjë përpunimi, qendër sportive, sporte malore, etj. Dhe e merr lejen e zhvillimit, e blen tokën me 1 euro, tokën e vet, vetëm 1 euro paguan simbolikisht, dhe në momentin kur ka mbaruar investimin, e hipotekon. Është toka e tij edhe me letra, pa investim. 500 aplikues të parë në këtë program, thirrja do të lançohet mbas zgjedhjeve, sepse nuk duam ta përdorim dhe të na e përdorin, dhe madje mund na quajnë krim elektoral, se kemi bërë një ligj që praktikisht e kemi zhveshur veten nga gjithçka. Thjesht dhe vetëm që kur ta zhveshim bufin nga të gjitha puplat, me të gjithë puplat e tjera, të gjithë zogjve të kënetës, mos thonë që jo po se kishit këtë, jo po se kishit atë. Pra kur të hapim thirrjen, 500 sipërmarrësit e parë do të mund të përfitojnë nga kjo paketë malesh, duke paguar 0 taks, 0 TVSH për 10 vjet. Kështu që bëuni gati, përgatituni 500 parët, 0 taks, 0 TVSH për 10 vjet. Të tjerët do të kenë regjimin që kanë sot agroturizmat, që prapë është një regjim shumë i favorshëm me 5% taks, 6% TVSH. Vim tek një nga kuajt më të fortë të betejës tonë, që është infrastruktura. Nga koha kur ne kemi marrë detyrën, kemi ndërtuar 935 km rrugë kombëtare, në cilave 21 km ura dhe 12 km tunele. Por, dua ta theksoj që nga koha kur ne kemi marrë detyrën, kemi vazhduar të punojmë me rrugët e mbetura rrugëve. Këneta, bufi Kënetës, me daulle, kanë hapur shumë kantiere për të fituar vota, për të rroganisur kokën e njerëzve me ato 10.000 kilometrat fantazëm të rrugëve. Por asnjë rrugë të vetme, një të vetme, jo vetëm që nuk e kanë përfunduar, por nuk e kanë financuar. Se nuk kanë një problem që një rrugë fillon nga një qeveri, vazhdon nga një qeveri tjetër. Problemi është që nuk e kanë financuar, e kanë hapur me 5 lek, një rrugë që bën 1.000 lek, dhe na lanë një grop të madhe, nga e cila është një mandat vetëm që të dilnim nga gropa e infrastrukturës. Sot koridori 8, koridori blu me të cilin, për të cilin na qeshnin kur unë e thash, është koridori i Piktorit. Koridori i Piktorit sot është koridor i futur në rrjetin evropian, në rrjetin e koridoreve evropiane, fal summitit që bëm këtu. Në 2023 me Bashkimin Evropian kemi dhe koridorin e 8, që nuk ishte i futur në rrjetet e koridoreve evropiane, dhe faktikisht qoftë njëri, qoftë tjetri, sot janë kantiere reale. Janë kantiere reale me segmente të përfunduara dhe me segmente që janë në punë sipër. Dhe këtu janë të gjithë segmentet
dhe të dy korridoret do të jenë plotësisht përfunduar brenda mandatit të katërt, ku do të ndërtojmë edhe 700 kilometra rrugë të reja. Dhe për të ngacmuar pak publikun, por ndërkohë ju do t'i keni të gjitha këto specifike sipas qarqeve, rruga e Bregut, Dërmi Sarand, brenda mandatit 4 do të jetë një rrugë turistike që do të vazhdoj atë që tani më duket nga tuneli i ri i Llogaras deri në Dërmi. Rruga e shumë pritur, e shumë dëshiruar dhe e shumë nevojshme Tiranë-Krujë. Rruga Berat-Çorovod do të jetë një rrugë e parametrave dhe standardeve europiane. Ura e Leklit përmet Çarshov, pra do të jenë të lidhura bashkë të gjitha. Ersek Leskoviku, Rëshen Burreli, Vau Idejës Puk Fusharës, rruga e vjetër Tepelen Vlorë, ura Bilumin Vjos Selenic, Skrapar Gramsh, Skrapar Përmet, Gjirokastër, Libohov Poliçan Zagori, pra siç shihet, ose kryqëzimi i Ligjave, Elbasan Gram, siç shihet të gjitha këto segmente janë segmente që tani më nuk bëjnë lidhjen nga pika A tek pika B, por janë A, B, C, D dhe krijohen arterje të brendshme që lehtësojnë shumë lidhjen midis qyteteve tona turistike dhe kur shkohet në Korçë, do mund shkohet në Përmet e në Gjirokastër, pa pasur nevojë që të kthehesh dhe t'i biesh prap nga Tirana. Ndërkohë që brenda 2026 përfundon faza e parë dhe e dytë e superstradës Tiranë-Durrës, përfundon edhe kombinat Ndroq-Plepa. Maqellar-Peshkopia përfundon çdo ditë. Qukës, Qaflloç, Berat-Ballaban përfundon po këtë vit. Brenda vitit 2025 hyn në funksion qendra kombëtare e monitorimit të trafikut. Do kalojmë në një nivel tjetër, nuk do kemi më policë nëpër rrugë, nuk do kemi më post bloqe, nuk do kemi më njerëz që dalin nga ferra me uniformë edhe që thonë ndalo, dhe ti s'di ndalosh a mos ndalosh se mund mos jenë eksaktësisht ata që thonë që janë. Synimi është që gjithë kjo infrastrukturë të përfundojë. Bindja është që do të përfundojë. Pse? Sepse të gjitha këto që thash janë të financuara. Nuk janë të vizatuara, janë të financuara nga buxheti i shtetit dhe nga fondet e marra prej WBIF-it, që është fondi i Ballkanit Perëndimor i investimeve që mbështetet nga Bashkimi Evropian. Por ne nuk do të lëmë pa bërë ato që është pjesa e shumë munguar e gjithë këtyre viteve. Ne e kemi nisur me timiditet, sepse këto kanë qenë mundësi, por ama kemi të gjithë programin e infrastrukturës hekurudhore. Dhe konkretisht kemi Rogozhin-Pogradec, kemi Rogozhin-Vlorë, kemi Durrës-Prishtinën, që është një projekt shumë ambicios që përpunojmë me qeverinë e Kosovës, jemi në fazën e projektit, kemi Vor-Hanihotin, i financuar, i tenderuar si një projekt së bashku me Bankën Europiane për Investim dhe Zhvillim. Kemi Sukt Porto Romano, që është një projekt shumë i rëndësishëm, pasur parasysh dhe porti i ri i Durrësit. Kemi Durrës-Rogozhinën, po ashtu pjesë e korridorit 8. Tiranë-Rinas-Durrës, që është në 80% të punës i realizuar. Dhe falë gjitha këtyre ndërhyrjeve, ne praktikisht, jo vetëm me rrugët, por dhe me hekurudhat, futemi në rrjetin hekurudhor të rajonit. Bashkohemi me Kosovën, bashkohemi me Malnezi, bashkohemi me Maqedoninë e Veriut. Ata i kanë trashëguar nga koha më parme dhe nuk patën një liri demokracie agresive që ju tha njerëzve merrni hekurudhat dhe përdorini
për të bërë gardhe për ndërtimet pa leje që janë një mrekulli e tetë e botës. Shtu u tha atëherë. Porti i ri, Këneta, thot që ne kemi bërë krimin e madh të ndërhyrjes dhe të heqjes së portit më të vjetër në botë nga qendra e qytetit. Vetëm një mendje komplet e mbyllur, për të mos thënë e trash, një mendje që jeton në një qytetërim tjetër dhe ashtu jeton, mund të thotë që një port tregtar duhet rrinë mes qytetit. Nëse ka mundësi që ai të spostohet nga mes qytetit. Dhe porti i Durrësit ishte në mes qytetit, do duhej spostuar dhe sikur aty të mos bëj asgjë. Thjesht do duhej marrë, ngritur peshë dhe çuar jashtë qytetit, sepse ishte një qendër kanceroze, përveç se një pseudoport, pa asnjë kusht për të bërë një port për Shqipërinë 2030. Porti i ri, gara ndërkombëtare është hapur, së shpejti do të fillojë nga puna, financimi është i qeverisë shqiptare, do të trefishojë kapacitetet ekzistuese, potencialin e portit të vjetër, por mbi të gjitha do të jetë zemra e një sistemi të ri tregtie, duke krijuar mundësinë e hapjes së dy porteve të thata në Prishtinë dhe në Shkup. Dhe duke e bërë Shqipërinë një pikë referimi në mesdet. Nga ana tjetër, porti i ri nuk do të jetë vetëm port tregtar,